Këto ajete kuranore na bëjnë me dije se ne duhet të preokupohemi me shërbimin ndaj fesë së Allahut Madhërisëm, me shërbimin ndaj vlerave. Nuk duhet të preokupohemi me atë që mund ta thonë të tjerët për ne. Dikush mund të na shaj, mund të na ofendoj, madje edhe shumë rëndë, sikur se i ka ndodhur edhe pejgamberit tonë dashur sallallahu alaihi wasallam. Por kjo nuk duhet na shpërqendroj. Përkundrazi, kjo duhet na motivoj, nga se derisa jemi në rrugën e vlerave, në rrugën e së drejtës, do të luftohemi nga antivlerat, do të luftohemi nga bartësit e tyre, do të luftohemi nga armiqtë e së vërtetës. Pastaj, ajo që realisht neve na e fuqi, edhe qetësi, është përkushtimi ndaj adhurimeve që ne i kryejmë kashi lartë madhërisë së tij. E më së miri e bëjmë duke i fuqizuar raportet tona përmes namazit dhe përmes qurbanit që ne e sakrifikojmë për hir të Allahut të Madhërisëm. Dhe këtë në fund, kushdo që i kundërvihet vlerave, i kundërvihet të vërtetës së Allahut, ai realisht ka shpall luftë me Zotin. Kush mund ta fitojë luftën kundër Zotit? Askush. Prandaj në mënyrë menjëhershme Allahu i Madhërisëm i kanë ndëshku ata persona që e kanë ofenduar pejgamberin tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam si farshuar, sepse zbritja e këtyre ajeteve realisht do të thotë ndëshkim për ata persona që e kanë bërë një paturpsi të tillë. Andaj edhe neve na takon me u marrë vetëm me vlera dhe me mirësi, e Allahu merret me armiqt e Islamit, me armiqt e tij.